bërë ndonjë vizatim të familjes? Po, ja të kësh mami dhe gjyshja ime, kotelja ime princesha dhe unë. Po s'ka mas motra as vëlla. A e vizatove portretin e familjes? Po, ja të kësht, dhe shiko, këtu është vëlla im i ri. Një vëllaçka i ri? Unë nuk e dija që mamia do të lindë një bebe. Ajo nuk do të lindë një bebe, por ne do të adoptojmë. Ua, ti e me kaq fat. Unë do doja shumë që të kisha një motër ose vëlla. Po, është bukur të kesh një vëlla të vogël, por e di çfarë? Çfarë? Është fantastike të kesh dhe shoqe, si ty. Është të kesh shok, shumë shok dhe miq të mirë. Njëri tjetrin të ndihmojmë kur mërzitemi dhe lotrojmë. Në gëzim apo trishtim, shokun pranë ti do të gjesh. Të kesh shok, o sa gjë e bukur është të kesh shumë shok të mirë. Shumë shokët, për shëndetje të gjithëve, jam shumë i kënaqur që ju shoh. Sa mirë është të kesh shok, shumë shok dhe miq të mirë. Njëri tjetrin të ndihmojmë kur mërzitemi dhe lotrojmë. Në gëzim apo trishtim, shokun pranë ti do të gjesh. Të kesh shok, o sa gjë e bukur është të kesh shumë shok të mirë. Të kesh shok, o sa gjë e bukur është të kesh shumë shok të mirë. Sa mirë është të kesh shok me të cilët të luash. Unë kam disa lajme vërtet shumë interesante, shok. Familja ime po bëhet më e madhe. Me madhe? Familja jote po zmadhohet? Pikërisht kështu. Familja Kimi po bëhet më e madhe. Mirë atëherë, të mendohemi pak. Kim, mos ndoshta ti dhe motra jote po bëheni më të mëdha. Po, ndoshta e merritur pak, por se kisha fjalën këtu. Çfarë do e thoje? Shikoni, në familjen time bëjmë pjesë mami dhe babi, motra ime e madhe, unë dhe tani vëlla im i vogël i adoptuar. Pikërisht sot ai bëhet pjesë e familjes sonë të madhe. Shumë mirë. Ky me të vërtetë është lajmi më fantastik që kam dëgjuar. Po, vëllezërit e vegjël janë shumë të mirë. Unë kam 2 motra dhe 2 vëllezër në familjen time. Ti pas ke shumë motra dhe vëllezër, me siguri ju argëtojeni shumë me njëri tjetrin. Është e vërtet. Po familja jote Kristina? Atëherë, jam unë, mami im, është e gjyshe ime. Unë jam fëmijë vetëm në familjen time. Unë them që të jesh fëmijë vetëm është fantastike fare. Vërtet? E pse? Sepse të gjithë lodrat i ke për vete. Mua do më pëlqente të luaj me lodrat e vëllezërve të mi. E po, unë kënaqem kur luaj me motrën time. Edhe pse ndonjëherë ne nuk bjem dakord se çfarë loje duam të luajmë. Ky po që është një problem. Ndonjëherë vllai me motrën e kanë të vështirë të merren vesh me njëri tjetrin. E po, unë ende mendoj që është fantastike të kesh një motër apo vëlla. Secili prej jush mund të ketë familje të ndryshme nga njëri tjetri, por të gjithë familjet kanë të veçantat e tyre dhe janë vërtet të veçanta, njësoj si ju. Je i veçant ti dhe vetëm ti je vetvetja a e di. Askush me ty s'ngjan në këtë botë më besosh, s'ka si ty ku do të kërkosh. Je i veçanti, të gjithë të veçant jam. Unë dhe ti dhe i dhe jo po po. Je i veçanti, të gjithë të veçant jam. Unë dhe ti dhe i dhe jo po po. Ti je dhe vetëm ti je vetvetja a e di. Në gjithë botën jo nuk ka si ti, unë këtë po shumë i redi. Je i veçanti, të gjithë të veçant jam. Unë dhe ti dhe i dhe jo po po. Je i veçanti, të gjithë të veçant jam. Unë dhe ti dhe i dhe jo po po. Çdo njëri? Unë dhe ti dhe i dhe jo po po. Shumë bukur familje. Mua më kujtohet foleja jo në vogël, e cila gumëshinte gjithmonë nga zërat tanë, sepse ishim 5 vëllezër dhe motra. 5 vëllezër dhe motra? O, sa shumë që keni qenë! Vërtet shumë fëmijë! Shumë bravo! Po.
Pra ti, dashur, a ke vëllezër dhe motra të tjerë? Jo, nuk kam as vëllezër dhe as motra. I vetëm. Oh, kështu pra ti na qen ke një ketër i vetmuar. Po pra, familje vetëm. E po unë do të thoja që ti, dashur Skuter, i del dhe i tepron familjes tënde. E more vesh apo jo? Dje, u shpërngula nga dhoma ime dhe shkova te ajo e motrës time të madhe. Përse? Sepse dhoma ime do të jetë dhoma e vëllait tim të vogël. Atëherë ti dhe motra jote do të ndani të njëjtën dhomë. Do të ndani dhomën? Kjo më duket shumë fantastike. Them se po. Atëherë, ç'problem problem ke? Puna është se jam vërtet e kënaqur që do të kem një vëlla të vogël, por s'më pëlqen fakti që do ta ndaj dhomën me motrën time të madhe. Edhe ajo nga ana e saj kam përshtypjen se ndjen po të njëjtën gjë. Ndonjëherë duhet pak kohë që të mësoheni me idenë e ndarjes së E dhomës. kuptoj si ndihesh Kim. Edhe unë ndaj të njëjtën dhomë me vëllain tim. Edhe unë jetoj në një dhomë me vëllezërit e mi. Por ai dini? Ndonjëherë shumë qef kur ne luajmë bashkë. Por ndonjëherë vëllezërit i prekin gjërat pa të pyetur më parë. A nuk është e vërtet? Po, ashtu është. Është një ide e mirë që të pyesni përpara se të luani me lotrat e dikujt tjetër. A dini çfarë? Edhe unë e kam dhomën time, qyrat e mia dhe krevatin tim. Por ama unë nuk kam asnjë vëlla me të cilin të luaj. Unë mendoj se ti je kaq me fat që ke dhomën tënde, Kristina. Edhe unë, dhe krevatin tënd madje. Ndërsa me motra dhe vëllezërit kjo gjë bëhet e vështirë. E imagjinoj se si mund të jetë. Katër në krevat, njëri flet me zë të lartë. Ti shtiu, Dhe ja kushtim për njëra poshtë. Tre në krevat, njëri flet me zë të lartë. ti shtiu. Dhe ja kushtim për njëra poshtë. Dy në krevat, njëri flet me zë të lartë. Ti shtiu. Dhe ja kushtim për njëra poshtë. Një në krevat, a i flet me zë të lartë. Unë jam vetëm më në fund. Po, këtë mbrëmje të pak të njëri prej tyre do fleri qenë.